Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në kjo është koha, erdhi momenti të shihemi sërish në këto ditë të bekuara të muajit Ramazanit, duke lutur Zotin, duke shpresuar për gjithë secilin për ju që të kenë qenë ditë të mbara, ditë plot bekim dhe gjithë secili të ketë marrë më të mirën për tyre. Ju ftoj që të qëndrojmë së bashku me një temë të rëndësishme që lidhet me thelbin e agjërimit dhe thelbin e besimit. Do të mundohemi të flasim për atributet e Zotit në përditshmërinë tonë. Shpesh koncepti për Zotin, bot kuptimi është i largët në librat e shenjtë të zbritura mira vit me herët, ose diçka të pa me cilën njeriu e ka të pamundur të ndërveprojë. Po ndërkohë nëse lexojmë Kur'an, nëse lexojmë hadithet e profetit Muhammed, ne e kuptojmë se cilësitë e Zotit, atributet e Zotit, pra Zoti me cilësitë e tij është shumë pranë. Shpesh është pranë aty kur ne mrekullohemi nga një lule, kur ne i buzëqeshim njëri tjetrit dhe kur ne ndoshta zgjohemi herët në mëngjes. Për të përjetuar si duhet atributet e tij, për të ndërtuar një komunikim më të thellë me këto atribute, do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Sabahattin Yaşari. Profesor, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Profesor, nëse flasim për atributet e Zotit, ato përsëriten mirë të vazhdueshme në Kur'an dhe Zoti prezantohet përmes tyre në mënyrë të shumëfisht, që besimtari me sa duket ta rrok më tepër këtë marrëdhënie. Cila do ishte, po themi, cilësia ose atributi që ju do të veçonit për ta bërë marrëdhënien mes besimtarit dhe krijuesit të tij më të ndjeshme, më të afërt? S'pari më lejoni ose më lejoni të përgëzoj për temën që keni zgjedhur, dhe dyta më lejoni të theksoj se emrat dhe cilësitë e Allahut mëndueshëm janë premisa kryesore e domosdoshme për të njohur Allahun e mëndueshëm. Domethënë nuk ka rrugë tjetër për ta njohur Allahun e mëndueshëm përveç se nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Përndryshe, qasja ndaj Allahut do të ishte qasja abstrakte ose abstraksioniste, dhe do kalonim në ato që kanë kaluar edhe ato që quhen veten agnostik. Pra, ekziston një Zot, po nuk e njoh se kush është, nuk e di se si është, e qysh ku e di se. Normalisht agnosticizmi është produkti i qasjes materialiste, besoj kemi trajtuar edhe tek tema të tjera. Gjithsesi, me fjalë, nuk ka rrugë tjetër për ta njohur Zotin përveç se me emrat dhe cilësitë e tij. Profesor, kemi një kategori që ndoshta nuk ka lexuar ndoshta asnjë nga Kurani. Ndoshta edhe nuk di po thua asnjë nga feja. Besoj që dhe për këtë kategori atributet e Zotit janë aty. Vetëm ndoshta do t'i duhet të meditoj. Pra dikush që ndoshta akoma nuk ka trokitur derën e xhamis, ndoshta edhe derën e agjërimit, nuk i di ndoshta termën, nuk i di ndoshta ndarjet. A e ka Zotin aty konkret, a janë atributet e tij, pra marrëdhënia e tij është po aq e prekshme sa edhe atyre që shkojnë dhe trokasin derën e xhamis për ditë? Shikoni, Allahu mëndueshëm thotë në Kur'an, Estaizu billah, bismillah tek sura Al-Baqara, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kur të pyesin robët e mi për mua, thuaj atyre që unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë përgjigjem lutjeve të lutësve ose të atyre që më bëjnë dua kur ata më luten mua. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Prandaj le të më përgjigjen mua dhe le të besojnë në mua që ata të jenë të orientuar dhe të drejtuar. Tash këtu kemi dy fjalë kyçe. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Kur të pyesin robët e mi për mua, kujt i drejtohet me këtë? I drejtohet pejgamberit sa se. Po duke mos e përmend pejgamberin, na drejtohet gjithëve ne. Nëse profetit i është drejtuar si profet, po edhe si mësues, kur të pyesin robët e mi për mua ti o Muhammed, kjo jetë na flet edhe ne. Kur të pyesin ti si hoxh ose si intelektual ose si musliman, robët e mi për mua, nëse na njëri të pyet për Allahun e mëndueshëm, thoj atij që është shumë afër. Dhe çështja e dytë që duhet të theksuam më të madhe, është me fjalë se këtu Allahu i mëndueshëm e vërteton ose e prezanton veten e tij me dy cilësitë e tij më madhështore ose dy nga cilësitë e tij më madhështore dhe më të prekshme, më jetike, më të jetueshme dhe më të konkretizueshme edhe në aspektin e mënyrës, po edhe në aspektin e intensitetit kohor, që është afrimi te tij, fa inni qaribun, jam afër. Pastaj direkt ujibu da'wat ad-da'i. El ijabe, dhe kjo është nga cilësitë e Zotit, huwa mujibu da'wat. Allahu mëndueshëm përgjigjet të lutjeve të robëve të tij. Dhe që të dy këto cilësi me fjalë që i ka përmendur Allahu mëndueshëm, i ka përmendur me fjalë sepse janë cilësitë më gjithëpërfshirëse të Allahut mëndueshëm ndaj robëve të tij. Pra kemi termin ibadi, robët e mi, pra term gjithëpërfshirës.
Edhe dy cilësi që ka përmendur Allahu më prej cilësive ti janë gjithë përfshirëse. Qarib, sepse është qarib dhe afër me të gjithë. Ujibu da'wat ad-da'i, i përgjigjem lutjeve të atij që më lutet mua. Pa çdo kujt që i lutet Allahu, Allahu mënushëm i përgjigjem. Me për këtu kemi edhe një mesazh tjetër shumë të rëndësishëm. Që le të themi të meritosh përgjigjen ndaj duave tuaja, kjo ka lënë nëpërmjet kujt besimit tënd të fortë dhe të paluhatur në afrimitetin e Zotit ndaj teje. Pra pse e përmend Allahu mënushëm këtë term ose cilësinë afër, që edhe ti të ngrihesh në cilësinë në këtë nivelin e kësaj cilësie, jo në aspektin e antropomorfizmit ose të personifikimit të kësaj cilësie, jo, në aspektin e meritueshmërisë tënde për të qenë afër me Allahun e mënushëm. Dhe në momentin që ti me i fjalë realizon meritueshmërinë tënde për të qenë afër me Allahun e mënushëm, atëherë si më thënë thjesht ngri duart dhe të përgjigja si më thënë është e garantuar. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, unë i përgjigjem lutjeve të atyre që më luten mua kur më luten. Do me thënë nuk ka dua që bëhet që s'merr përgjigje, vetëm kushti kush është, ti ta ndihesh Zotin afër. Pra me fjalë ta besosh se Allahu mënushëm është një jetë të përgjigjet duave tuaja, lutjeve tuaja në mënyrë të drejtë për drejtë, do të thënë pa asnjë pengese. Gjëja e dytë që duhet theksuar është me fjalë që këto cilësi që ka përmendur Allahu, këto 99 cilësi që ka përmendur Zoti, janë pikërisht ato cilësi që reflektojnë në mënyrë të drejtë për drejtë ku në gjithësi dhe në jetën tonë dhe janë pikërisht ato cilësi që reflektimi i tyre na duhet ne për të realizuar qëllimin e ekzistencës për cilin jemi krijuar në tokë dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut mënushëm në botën tjetër. Dhe janë pikërisht ato cilësi që na duhen ne për gjendjet tona të brendshme dhe të jashtme dhe i duhen njerëzis me fjalë për zhvillimin e saj, bukur, dhe me fjalë reflektojnë të cilësi në ngritje dhe rënimin e popujve dhe i duhen me fjalë njerëzis kur ata meditojnë në krijimin e qiellit dhe të tokës. Dhe i duhen njerëzis kur ndërtojnë marrëdhënie me ligjet e Allahut mënushëm. Dhe unë kam gjetë për vete, edhe unë ftoj vazhdimisht me meditimin e kësaj teme në Kur'an, sepse gjen realisht mrekullira, kam gjetë me fjalë 4 kontekste kryesore ku reflektohen cilësitë dhe atribut e Allahut ose ku Allahu mënushëm nëpërmjet cilave këtyre konteksteve prezanton veten e tij me robën e tij. Edhe këto kontekste, 4 kontekste janë kontekste shumë të prekshme, shumë reale, jo teorike, jo abstrakte. Pra Allahu mënushëm e reflekton ose i integron këto cilësi dhe atribute, i përmend dhe i shpreh këto cilësi dhe atribute në këto 4 kontekste, sepse janë kontekstet më të domosdoshme të njeriu dhe më të prekshme, më të jetueshme, më të konstatueshme dhe më reale. Le të marrim kontekstin e parë. Konteksti i parë është konteksti i kozmosit, pra i krijimit, të qiellit dhe të tokës, edhe tek vetja njëkohësisht. Pra konteksti i parë është konteksti i krijimit. Për shembull, le ta marrim surën Fatiha. Që në fillim surës Fatiha Allahu mënushëm na tregon ne se cili është burimi i botës. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi takon Allahut Zotit të gjithë botrave. Pra përfitojmë, mjafton ky term, kjo cilësi ose ky emri i Allahut mënushëm, këtu është brenda dhe emri dhe ismi dhe sifati dhe sifja. Dhe emri cilësia e Zotit, Rabbul Alamin. Dhe fatikisht me fjalë konstatoj, ose i kam xherë detyrë vetes me meditu vazhdimisht, dhe ftoj me fjalë që ne vazhdimisht të meditojmë tek ai çdo thot me fjalë Rabbul Alamin. Do thotë që Zoti është krijuesi i gjithçkaje dhe është Rabbul Alamin, do thotë që asgjë nuk ekziston dhe funksionon pa mbikëqyrjen e tij, pa lejen e tij, pa ndërtyrjen e tij. Mi po pse shpërmend emri Rabb për mendimin tim? Nëse do diskutonim në herë se cili është emri më i madhërisht Allahut mënushëm, do të kisha zgjedhur Rabbul Alamin. Dhe elhamdulillah me fat që emri Allahut mënushëm më i madhërisht nuk është i përcaktuar. Nuk është i përcaktuar. Pse me fat do të kisha zgjedhur Rabbul Alamin? E para Allahu mënushëm ka përmendur cilësinë e parë. Do të thuash ti, po mirë Fatiha fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Unë mendoj me fjalë Bismillahirrahmanirrahim, me fjalë është çelësia e gjithë sureve. Bukur, edhe kjo mund të jetë. Mund të vetë dikush të argumentoj. Po alhamdulillah që Zoti ka lënë të hapur. Unë mendoj se është Rabbul Alamin. Pse? Sepse me fjalë Rabbul Alamin e para është çelësi çdo kuptimi. Dhe për të dhënë kuptim gjithçkaje, me fjalë duhet patjetër me këtë burim. Dhe ti kur kupton se burimi gjithçkaje është Allahu mënushëm, ti menjëherë le të themi kështu popullor që e flen mendin. Kjo bota është ndër Zotit, është ai që ka kriju. Është ai që e menaxhon. Ai është pronari i të gjithës. Ai është pronari i zotëruesi i të gjithës. Ai është vepruesi dhe asgjë funksionon pa lejen e tij. Qetso. Kujtoj kur kemi qenë të vegjël profesor ose shkonim në fshat edhe aty ndërvepronim me, po themi, me atributet e Zotit, se mund të themi kështu, përmes krijimit të tij, pasi marrëdhënia ishte shumë e natyrshëm me krijimin,
Po ose më vonë ishim të apasionuar mbas atyre dokumentareve që shpesh zbrisin në thellësitë e detrave ose në yjesi të ndryshme dhe instinktivisht nxitej kjo kurreshtja për t'i dhënë përgjigje e kush është pronari i gjithë kësaj pafundësie e cila vazhdon krijohet dhe krijohet pafund dhe vetëm krijohet po të mahnitshme. Po ndërkohë sot jemi në të tjera kushte. Në kryeqytet veçanërisht e ke gati të pamundur të ngresh kokën në qiell dhe e ke gati të pamundur të shohësh krijesa natyrale, je i rrethuar nga artificialiteti. Si mund t'i mbijetoj kësaj dyndje artificiale në jetën tonë një besimtar të cilit i duhet të shoh qiellin dhe duhet të shoh edhe krijimin? Unë mendoj se s'është nevojshme fare me pa qiellin dhe krijimin. Në raste të tilla, pse? Për arsye se kontekstet e reflektimit të cilësive dhe atributeve të Zotit janë pafund. Allahu manushëm me fjalë. Shiko, pra kaq gjithëpërfshirëse janë cilësitë dhe atributet e Zotit. Saqë kur të mungon një kontekst, ti ke kontekste të tjera. Për shembull, përfiton një person i cili është në qeli. Është në qeli, nuk shef as diell, as hën, as qiell, as ajrin që e thith nuk e shef. As veten nuk e shef sepse nuk ka pas hyrë. As detrat, as pemët, as frutat e tjera. Qa të shikoj, ose si do orientohet me i fateksit dhe atributet Allahu më nërë. Thot Allahu më nërë shumë, u afien fusikum me felat të pësirun, bu tek vete ju e nuk shikoni. Pra dhe vetja është mrekulli, është një dëshmi e madhe. Vetja është mrekullia. Vetja është mrekullia. Pra ne thot edhe Ibn Qayyim el-Jauziyja, men arafa nafsehu arafa rabbahu, ai i cili njeh veten e tij ka njohur Zotin e tij. Vetë le themi qenja, shpirti, nefsi, vetë janë mrekulli, pra mrekulli. Pra thjesht dimensioni biologjik i njeriut, i cili gjithashtu mrekulli, po më tepër. Përfiton shpirti është le themi eliksiri i trupit. Shpirti është ai që e mban këmbë trupin. Shpirti është ai që është sekreti i jetës. Mjafton të meditosh në këtë fakt, jo në shpirtin. Bukur si shpirt, si objekt, se as nuk mund ta objektivizosh me ta. Bukur, por vetë në faktin me i fat që ti jep jetë, diçka e panjohur për ty. Kjo tregon çfarë? Për madhështinë e Allahut të Mëndosëm, madhështinë e sekretit të ekzistencës tënde, por njëkohësisht me i fat tregon për rëndësinë e madhe që ke ti ke Zoti, që pikërisht me i fat ka bërë ti që nëpërmjet këtij sekretit të madh të cilit dynja do të japë qëllim kaq të madh. Pra Allahu Mëndosëm ta ka dorëzuar ose ta ka dhënë, i ka dhënë jetë ekzistencës tënde nëpërmjet sekretit të tij. Wa yasalunaka an ar-ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Dhe të pyesin ty me i fjalë për shpirtin. Thuaj shpirti është çështje e Zotit tim dhe ju është dhënë vetëm se pak dije. Ky është një nga kontekstet, 4 kontekste thamë pak më sipër, dhe më lejo që ti përmend. Po do i përmend shkurtimisht sepse është temë në vete. Konteksti i parë është konteksti i kozmosit. Bukur Allahu manush ka përmend me dhjetra dhe me qindra ajete kuranore me i fjalë që mbreti i tyre është me i fjalë alhamdulillah rabbil alamin. Falënderimi takon Allahut zot gjithë botrave. Pra, pastaj këtu me i fjalë nëpërmjet këtij konteksti del pa, për shembull, le të themi, në krijimin e qiellit dhe tokës, ndryshimin e natës dhe ditës ka argumenta për njerëzit e mendjes. Ata të cilët kujtojnë Allahu mandushëm këmbë ulur dhe shtrir dhe meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, në fund thonë Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Wallahi mandushëm ti nuk i ke krijuar këto kot. Pra ti thjesht nëpërmjet meditimit në krijimin e qiellit dhe tokës arrin ku? Allahu mandushëm këtu ka reflektuar kë? Le të madhështinë e krijimit dhe të perfeksionit, edhe e dyta madhështinë e urtësisë së tij. Po madhështinë e urtësisë së tij. Sa më shumë ti mediton, dhe është e bukur se Allahu manushi ka lidhur në mënyrë perfekte krijimin, madhështinë e krijimit, perfeksionin e krijimit, le të themi finalitetin e krijimit, sepse ka kriju e ka integruar mendjen si mekanizëm të meditimit, por njëkohësisht edhe si fushë të mrekullueshme ku mendja kënaqet. Le të themi ekzaltohet, mahnitet nëpërmjet meditimit, edhe me i fjalë kemi të bëjmë një lidhje kaq të fuqishme saqë natyrshëm del në konkluzionin me i fjalë që Allahu mandushëm është i madhërisht, megjithatë Allahu mandushëm e ushqen mendjen dhe e ndihmon duke përmendur cilësitë dhe atributet e tij. Badi'us samawati wal ard. Allahu mandushëm është shpikësi i qiellit dhe i tokës. Kjo është në çdo krijim njerëzor veçanërisht, po dhe çdo gjallëse ka mrekulli që njeriu duhet të ndalet. Pra vetëm brenda ditës, ndoshta janë me qindra, mira, po themi njerëz që lindin ose dhe vdesin. Një proces. Prandaj, në çfarë do gjendje që të gjendet njeriu, mjafton me i fjalë ta zgjoj ndërgjegjen e tij me i fjalë, aspektin meditues të ndërgjegjes së tij, edhe ai do ta gjejë veten në një
xhenet dhe parajs me fjalë të dritës së të vërtetës, edhe të njohjes së Allahut mëndueshëm, po edhe një parajs të kënaqësisë shpirtërore, sepse robi sa më tepër mediton në madhështinë e Zotit, sa më tepër mediton në ligjet e Zotit, sa më tepër mediton në urtësinë e Zotit të reflektuar në gjithçka, aq më tepër, si më thënë, lartëson, si më thënë, vetdijen e tij, por njëkohësisht ndriçon shpirtin e tij, sepse me aq më tepër ai prezantohet me këtë të vërteta madhore. Edhe aty e kupton se e vërteta është vetëm tek Zoti, vetëm tek Allahu. Gjithçka tjetër është pluhur. Gjithçka tjetër është mashtrim. Ne kuptojmë se krijimi i Zotit është pafund, e cila është atributi i tij, dhe kuptojmë se sa e vogël është ekzistenca jon individuale, personale. I njëjti njeri i cili shpesh i duket sikur është Zoti i tokës, kur e ngre kokën në qiell dhe kur sheh thellësitë e detrave të tokës, krijimin që është aty dhe pafund vazhdon, e kupton që është shumë i vogël. Duket sikur kjo ndoshta i krijon një ankth njeriu, sepse e bën kaq të vogël përballë një madhështie të jashtëzakonshme dhe menjëherë, siç ju e përmendët surën Fatiha, vijnë cilësitë e Zotit që ai është i mëshirshëm. Pra edhe pse Zoti është i pafund, edhe pse ne jemi krijesa shumë të vogla, vjen mëshira e tij si një cilësi me cilën prezantohet Zoti, po ndërkohë si na ndihmon kjo edhe si besimtar dhe si qenie të vogla në këtë krijim madhështor. Konteksti i dytë në cilin Allahu më për të përgjigjur pyetjes është shumë interesante, në cilin Allahu mëndueshëm ka prezantuar veten e tij me edhe cilësitë e tij është një gjendje e robit. E brendshme dhe e jashtme. Gjendja e parë, për shembull, të marrim të jashtmen, trupi i njeriu ose ekzistenca e tij si mrekulli e Zotit të gjithësisë. Dhe kur ti konstaton tek vetja, për shembull, shikimi jonë është prej shikimit të Zotit. Pra është me fjalë krijesë e tij. Dur, dëgjimi jonë është prej dëgjimit të Zotit, pra është krijesë e tij. Fryma jonë është prej Allahut mëndueshëm, prej frymës së tij. Bukur, dhe ti e kupton me fjalë madhështinë e krijimit tënd dhe e kupton që ajo ti jep vlerë është hyjnore dhe jo toksore. Edhe kujdes, sa më shumë ne zbulojmë me fjalë madhështinë e cilësive dhe atributeve të Zotit, aq më tepër e kuptojmë se ku është madhështia jonë. Edhe përjedhojmë me fjalë kuptojmë se sa e vogël është dynja, po jo fizikisht. Njëkohësisht kuptojmë se ku është lirësia jonë. Se nëpërmjet me meditimit tonë tek vetja jonë kuptojmë edhe lirësinë dhe perfeksionin e cilësive dhe atributeve të Zotit. Bukur, por njëkohësisht kuptojmë se sa të mangët jemi ne pa Zotin. Njëkohësisht kuptojmë me fjalë se edhe në momentin që ne gabojmë, ku mund ta gjejmë të lirësinë. Pse na thot pejgamberi sa se kullu bani Adem khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Çdo bir i Ademit është gabimtar dhe gabimtari më i mirë është ai që bën tobe. Ç'është tobja? E tobe aube. Tobe është kthim, çdo thot ndryshe. Kthim me fjalë në gjendjen, le të themi, në status quo e të lirësisë. Ne jemi krijuar për të qenë të lirë. Mirë, po me fjalë testohemi në dynja për ta ruajtur këtë lirësi që na ka dhënë Zoti. Dhe mbi këtë bazë, mbi suksesin e këtij testi, me fjalë ne fitojmë xhenetin dhe kënaqësinë e Allahut të mëndshëm. Mirë, po kur gabojmë, çka kemi bërë? Kemi cënuar këtë lirësi, si mund ta rikthejmë edhe një herë? Duke u kthyer ke Zoti. Mirë, po çfarë na bën të kthehemi tek Zoti? Konstatimi jonë me fjalë që Allahu mëndueshëm është i lirë, është i pastër dhe është i vetmi që doron pastërtitë dhe lirësi. Konstatimi jonë me fjalë që na ka mësuar Zoti nëpërmjet urdhrave të tij ose nëpërmjet më drejt prezantimit të cilësive dhe atributeve të tij në jetën tonë, që na bën me fjalë që ne të kthehemi tek Zoti duke qenë të bindur se është ai i vetmi që na rregullon gjendjen tonë. Madje është gjendje ai me cilësitë dhe atributet e tij, falës, mëshirues, i urtë, bujar, perfeksionues, i pastërt, i bukur, i madhrishëm, janë këto cilësi që na bën ne me fjalë që edhe nëse kemi gabuar dhe e kaluara janë të ketë qenë ngarkuar, të na qetësojmë me fjalë, sepse kur kthehemi ke Zoti e dimë që edhe të kaluarën tonë, Allahu mëndueshëm mund ta kthejmë në çfarë, në pozitive. Pra edhe kaluara në shëmtuar që mund të ketë qenë. Duke u ngrit në këtë nivel dhe dije për cilësitë dhe atributet e Zotit, e kaluara jonë. Dhe me fjalë programimi i jetës së të tashme dhe të ardhme. Mbas këtyre cilësive, edhe shkuara jonë për hatër kësaj Allahu mëndueshëm ç'a bën? Edhe shkuarën tonë me fjalë e bën çfarë? Të pastër, të lirë, pozitive, je perfeksion. Do të thonë e bën çfarë? E bën le të themi rregullon dhe e bën i jep atë status quo me fjalë besimtar dhe status quo e pastërtisë. Më lejo që ta shëlloj pak këtë. Prap dimensioni personal. Po të meditojmë në Kur'an do gjejmë me fjalë që gjendjet e brendshme, gjendjet e brendshme që përjeton njeriu për shkak të sprovave, është një nga kontekstet kryesore më madhështore ku Allahu mëndueshëm prezanton cilësitë dhe atributet e tij. Për shembull, marrim surën Anbiya.
kemi 3-4 modele. Modeli I parë është modeli I Ejubit. Thot Allahu më nëshë për Ejubin, dhe Ejubi kur I thiri Zotit të tij, enni meseni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Mua më ka lënduar dëmi, pra smundja, sprova, edhe ti e çfarë? Më është mëshiruesi I mëshiruesve. Pra Ejubi ka qenë për profetëve. Ja për profetëve që është provuar me shëndet. Pra me u sprovua me shumë rënd me shëndetin, u sprovua me pasurinë, ja mori Zoti. Këtë pasuri ja mori edhe fëmijët. Dhe për disa vite vazhdoi. 17 vite transmeton. Për 17 vite kjo gjendje. Një ditë me I fjalë dëgjoj dikë, pra 2-3 persona që nuk e shifshin Ejubin alayhis salam, duke thënë, patjetër Ejubi duhet këtë bëhet diçka shumë të keqe që Zoti ka sprovuar kaq shumë. U lëndua shumë Ejubi. Mirë, po nuk ju ankua Zoti, po çfarë tha? Rabbi, inni meseni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Mua më ka lënduar sëmundja. Nuk e tha Zoti më ke lënduar me kaderin tënd. Më ka lënduar sëmundja, edhe ti je çfarë? Mëshiruesi I mëshiruesve. Do me thënë, o Zot, ma mëshiro gjendjen time. Tash çfarë thot ne që lexojmë këtë? Nëse ti je lënduar shumë fizikisht me një sprovë, mos haro se me këtë bësh. Kush ta ka çuar këtë sprovë? Arhamur rahimin. Më I mëshirshëm I mëshiruesve. Pra edhe në dhimbje ka mëshirë. Edhe në dhimbje ka mëshirë dhe është në gjendje të mëshirojë duke çptuar nga ajo. Ç'është me ja futja në xhenet, mëshirë. Ç'është më futja në xhenet vetvete? Shpëtim për xhenemi. Një nga mënyrat me të cilat ne me do ta përjetojmë xhenetin është duke pa xhenemin. Edhe aty do kuptojmë dimensione të reja të cilësisë Allahut Madhëshëm Rahimur Rahimin, më I mëshirshëm I mëshiruesve. Sepse ka qenë gjendje bukur, me na dha gjithë këtë xhenetën e ka shtuar për gjithë atë ndëshkimi. Pra Allahu Madhëshëm gjendje me të nxjerr për asaj sprove. Pra një nga format me të cilat Allahu Madhëshëm e shpreh mëshirën e tij ndaj robit të tij, e pa duke mishëruar sprovën me mëshirë, po njëkohësisht duke ja ndryshuar gjendjen e sprovës negative për robin, që më duhet negative në pozitive. Këtë e forma që është, dhe çfarë thot Allahu Madhëshëm direkt pastaj? Fastajabna lahu. Dhe ne me njëherë ju përgjigjëm atij. Shoh? Cilësia e Zotit lijabe ose el mujib. Allahu Madhëshëm përgjigje kur robin fjalë kthehet tek Allahu Madhëshëm. Pra na thot Allahu Madhëshëm to cilësitë e mia janë aq afër te robi I Zotit. Një, e dyta kaq të shpejt e kanë përgjigjen. Vetëm çfarë duhet prej teje? Pra duhet ky meditimi dhe ky reflektimi. Dhe vetdia për Zotin për secilin atributet e tij. Kujtoj një kjo është metoda me cilën duhet të qasemi cilësive dhe atributet e Zotit. Dhe qëllimi kryesor I mësimit të cilësive dhe atributet e Zotit është pikërisht krijimi I kësaj vetdie, që Zoti Allahu Madhëshëm është shumë afër nesh dhe cilësitë dhe atributet e tij janë pafund dhe mundësitë e tij me na ndryshojnë gjendje janë pafund. Kujtoj një hadith të profetit Muhamedit I cili thotë se Zoti është justifikuar me atë që I ka kaluar të 60-tat, sepse ka parë brenda po them jetës së tij, ciklit të gjatë, shumë mrekulli, shumë prezencë të Zotit, shumë atribute të tij, ka parë lindjen e njerëzve të afërt, ka parë dhe vdekjen e njerëzve të afërt. Kryesisht në të 60-tat njeriu me shumë gjasa është bërë prind dhe me shumë gjasa ndoshta prindërit e tij janë larguar nga jeta e kësaj bote, pra e kanë ndier jetën dhe vdekjen shumë afër. Kujtoj gjithashtu një situatë të një shoku tim të shkollës, me cilin diskutonim her pas here mbi besimin, po rritur në një kontekst disi ateist, komunist, I duke pa kuptim të besimi. Një ditë e shoh në xhami dhe shoh praktikant. I thash, çfarë ndodhi? Ndodhi momenti që ka marrë në duar djalin tim, kur bëra baba, edhe nuk kisha si e shpjegoja ndryshe, këtu ka mrekulli, këtu nuk ka as aksident, as rutinë, as rastësi. Pra, në këtë ciklin për të kthyer hadithit profetit Muhammed alayhis salam, që në 60 vjet Zoti është justifikuar, pra I ka dalë borxhit njeriu pafundësisht me situatat që ka ardhur në jetë. Si ti përjetojmë këto mrekulli që ndodhin në jetën tonë, na kalojmë para syve, po nuk dim të ndalemi. Ndoshta s'na ka mësuar kush, ndoshta s'kemi gjetur kapacitetin për të ndarur ato. Ky është hadith madhështor, pra Allahu Madhëshëm ka dalë borxhet edhe njeriu që I ka mundsuar që të jetojë 60 vjet. Siç e theksove, sepse kaq shumë ka parë, kaq shumë ka dëgjuar prej të vërtetave, të cilat I kanë nxjerrë para robit e diçka shumë të rëndësishme. Pa aftësinë e tij për t'i shpjeguar. Pra ne ka shumë nevojë me fjalë që edhe nga ne si muslimanë në aktualitetin tonë të bëjmë punën tonë që na del, pra në detyra jonë që është ftimi I njerëzve për të medituar, ftimi I njerëzve për të thelluar, paralemrimi I njerëzve. Pse thot Allahu në Kur'an te bareke alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin alladhi nadhira.
i bekuar është Allahu mëndueshëm, ose i vetë bekuar, i begatuar është Allahu mëndueshëm, i cili ja ka zbritur Furqanin, Kur'anin, që ndan të mirën nga e keqja, robit e tij për të qenë paralajmërues për njerëzin. Është detyra jonë për të paralajmëruar njerëzit. Paralajmërimi nuk është vetëm duke i friksu, por me i fa duke i ftuar njerëzit që meditojnë në gjendjet e tyre. Raste të tilla ka shumë. Shumë njerëz janë sprovuar dhe janë sprovuar edhe me sprova të rënda fizike dhe shëndetësore, edhe me të vërtetë ka kuptuar se ai ka qenë një sinjal për Allahut të mëdhëshëm, pas të cilit patjetër duhet me reflektu, dhe ka reflektuar dhe jeta e tij është përmirësuar. Gjendjet në të cilat kalon me fen njeriu, jeta në të cilat kalon, faza në të cilat kalon vetvete janë çfarë? Në vetvete janë manifestacione meditimi, edhe në vetvete janë argumenta për Allahut të mëdhëshëm. Pse Allahu mëdhëshëm e përshkruan njeriu duke thënë: ne të krijuam në barkun e nënës, pastaj e nxorëm dhe ai ishte fëmijë, pastaj u rit, pastaj u bë plak, pastaj kthehet prapë në kë. Ila ardha lil umur, në moshën më më të vështirë, në moshën më të dobët. Pra gjithë për faza i përshkruan Allahu mëdhëshëm në Kur'an. Dhe është një material shumë i rëndësishëm për të medituar për ndryshimin e gjendjeve të trupit. Pa ne dalën nga barku i nënës, rritemi, zhvillohemi, i bukur, dhe nga da fillojmë me i fat kuptojmë se kockat fillon të na dhimbin. Pikërisht këto gjunjë, me të cilat ne kemi hec, kemi lut, kemi bukur, kemi punu, kemi fituar rrezikun, fillon të na lënë. Vetë lënia e fuqive trupore, në vetvete është për i fjalë dhurat për Allahut mëdhëshëm, është le të themi sinjal për Allahut mëdhëshëm. Medito, sepse tashmë jeni në fazë tjetër, e cila është fazë paraprakë e takimit me Allahun mëdhëshëm. Siç më transmetohet për Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, apo Omer ibn Abdulazizin, i cili kishte ngarkuar ose kishte emëruar paguan të dikë që çdo ditë i thoshte me fjalë ki frik Zotin e Omer. Një ditë doli para pasyrës edhe pa një thinë. Dhe i tha punëtorit me fjalë, je i lirë, shif në e punë tjetër. Po i tha pse? Sepse tha sot pashim kishte dalë një thinje, dhe kjo thinje është e mjaftueshme për të më kujtuar mua, se tashmë ka ardhur me thënë koha me u taku me Allahun e mëdhëshëm. Pra vetë gjendja, ndryshimet e gjendjeve jetësore dhe trupore dhe biologjike janë argument për argumenteve të Allahut të mëdhëshëm. Për sot falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto shpjegime, për këto meditime, Zoti nderoft. Allahu nderoft. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për atributet e Zotit në përditshmërinë tonë, të cilat janë të pafundme, madje njeriu jeton dhe frymon në çdo moment mes atributeve dhe cilësive të Zotit, dhe pikërisht është kjo marrëdhënie e cila e bën marrëdhënien me Zotin jo abstrakte, pasi qenia e tij në një mënyrë është vetëm e pamundur për të parë fizikisht nga njeriu, po është prezente kudo në jetën e tij. Për ta rrokur këtë është shumë thjesht, vetëm kërkohet që njeriu të meditojë dhe të reflektojë mbi qenien e tij, mbi ekzistencën ku ai është dhe mbi qëllimin për të cilin ekziston. Ju falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofsh.